Ma mirë në Kosovë se atje shumë. Dhe çdo njeri që shkon atje, atë familjen e vet ka me hu krejt. Pia shërbej ka një, po shumë rrallë. Nuk më blen gruaja, gjyshja se mblen. Përshëndetje, unë jam Ibra Dreshaj, pronar i restorant Peja Init. Me gastronomi merrna që 26 vjet, prej 13 vjet dikon që kom vazhdu, deri me sa tash alen, edhe për të kena me vazhdu prapë. Qysh janë kon fillimet e tua? Qysh fillove? Fillova mas parti me të një do jemi, ka pas restoranin e vetë, më ka ofru aty, të një pej aty të kom vazhdu. Ka dalale, deri me sot. Fillimi e kom pak i vështirë, se edhe si 13 vjeçar, kom pa fillu aty, po kom pas fat që kom punu me njerëz profesionista në atë punë që e në konë, edhe pak nga përkraj shumë, po fillimi konë shumë i stresat. Deri sa e provecova pak punën, masandej po konë shumë i mirë. S'ku mujtë me bo, s'ku më thonë asë njëherë, po doja në këtë profesion ka shti, edhe kom vazhdu aty, më ka përkraj tonë kohën, tani edhe profesion ata kamarierat që kom punu me ta, në gastronomi aty, ata më kam përkraj shumë, edhe në kom profesionista, po edhe më kam pa që jam i ri, më kam pa që pëdu edhe punën, edhe më kam përkrah shumë. Fillim, çdo punë, çdo gjest, çdo tonë ku më kanë këshillu, më kam shti përpara. Ka puna se unë tonë ku edhe ku kom fillu në atë kohë, ku më ndu kur nis me dash punën e bona dhe më pëlqejke shumë. Edhe tani në atë kohë kom pasi një vizion temin, një punë që me arrit me bo diçka temin. Edhe kom punu tonë kohën, gjithmonë kom punu për vetët, normal edhe për restoranin që kom punu, po edhe për vetën. Në arrit diçka me po të temën. Po, ku një më konë edhe jashtë, një kohë ku më konë edhe këtu, në këtë restoranin këtu që më konë, kem punu edhe këtu, të një më dalë jashtë një 5-6 vjetë. Nasandejna kena vendosë më këthy në Kosovë, kom vendosë edhe unë me një djallë të halës të bashkë, edhe kem pa pronari që u konë këtu përpare, ma ka bo një ofertë për marrë, se kom punu këtu e ka ditë se s'ka pas shef asaj, dikuj na mjep një restoran kështu. Na ka bo ofertën e mirë, edhe djalli halës kena full bashkë me ta, na pëlqej, kem pas shef gjithmonë me bo diçka në Kosovë, se pe i rrisë që na konë dogël, ajo është ma i rrisë one, ka një 3-4 vjetë, edhe ai vendosi më këthyja edhe ai pe Kanade, edhe ai ka punu në biznes atje në Kanadë, me gastronomi, tonë kohë mirë edhe ai që një 15 vjetë në atë kohë atje, edhe vendosëm me marrë tonë, edhe u këthim bashkë me bo diçka të madhe, me punu këtu në vend tonin. Të na jonë i kem do ushqime, nështë që nuk janë shumë restorane tjera, që për shembull do me file me misht pulës edhe me misht viçit, janë shumë të mira, e kemi edhe bukën e shtëpisë që e shërbejmë, edhe ka edhe lloje të ndryshme të ushqimeve të gjitha, prej fillu prej supave deri në mishin kryesor. Edhe shërbej me dhomat, i kem 15 dhoma, janë sallat e dasmave, kem sallën e dasmave deri 450 persona një, sallën e e kem deri 200 persona, edhe salla ditore të punin zën diku 150-60. Edhe gjatë sezonës verës po ka shumë kërkesa për dhoma për atë arsye. Po edhe dasmor që po vinë për një kohë larg, po kanë qef ata dhe me flejt aty, mos me shku dika në shtapin pak ose rrin. Edhe doj me flajt më shumë nesër me ngjes me hongër dhe me shku në shtëpi mirë, pa të lashë. Rasti më i veçantë që u konë, se nuk e harroj kurrë, kem konë njëri, në atëherë sa pa ta fillu me shërby, në gastronomi, kem shku e kem lagë njërin birrën, ja kem derë. Kem konë i vogël, ajo arë me ma preki tabakin me kraj, derë dhe birra, dhe api aty momentin që aty u inftoh pak, po kallëzova me ata njerëz që kom punu me punëtorë që kom punu, ata kanë shumë profesionista, edhe ata tani që aty më kanë jap shtytje edhe më të madhe, që ato nuk e harroj asnjëherë. Të e pas parasysh që të bjen mu merr me këtë punë një buka, jo kafja, jo shërbimi, ku shkojsh të shtëpia, shërben e herë të shtëpia? Të shtëpia shërbej ka një, po shumë rrallë. Nuk më blen gruaja, gjyshja. Sa nuk po të lojnë? Po mendoj që po lodhën në punë, ti mashkull, po i thamun edhe po shërbej edhe aty shërbej ton njerit, sa njerit i shërbej aty me qef edhe juve, gjysha se mblen. Gjysha është vjetër edhe u rrit me atë kohën e vjetër, djemë s'ka qef me lonë.
E qatë ka thonë gjyqja, do me thonë ato fillimet e tua, kur t'ja ke nisvesh mu mirë me gastronomi, cilat janë kohën fjallë të saj, të pas parasysh e pas ke një lidhjet veçantë për ndoget me gjyqen? Po, shumë. Ajo, veç më ka pri fatë edhe paka shumë nuk e ka ditë fort edhe qësh është puna e gastronomisë së restoranit. A më këtë qenë me shërby në shpe, nuk ka qefe. Në restoran, po, se është punë. është punë aty bënë. Po. Ti e përmenë edhe veç që kon jashtë ma ndeke vendosë më këthy në Kosovë dhe me hapë diçka tënde në Kosovë. Na tash natë e po një fenomen që jashtëzakonisht shumë rinia janë të dalë jashtë venit për një jetë më të mirë. Ti si një shembull shumë i mirë për ta që e kthy dhe ke vazhdu jetën tonë, këtu çka ju kishte thonë aty në që po vendosin çdo ditë më shumë e dalë prej Kosovës? Unë i kisha thonë aty në me punu shumë Kosovë, se është vend, vetëm një stres nuk e kanë atje, që është më shumë ti. Që ja vlenë edhe me punu vend vetin, me pas familjen këtu, se çdo njeri që shkon atje, atë familjen e vetë ka me hub krejt, edhe nuk punon për shumë sene. Edhe pse këto sene këtu ndodhin, për shembull, shkollimi, këta kanë koha që shkon deri tash është prefekt më mirë në Kosovë, se atje shumë. Se ja vlenë, më shku me hongër bukë, e më kthy, mos me pas një qëllim edhe atje, nuk bën kur gjë. Edhe plus nuk i inventonin, nuk të këshyrin me sy qysh je shqiptarë ose diçka kështu. Edhe pse shqiptarët janë gjithmonë më të mirë dhe më të fortë, ndoshta edhe për atë arsye.